Musa a.s. thot Allahu në Kur'an e kishte specifiku me të folurin. Vetëm ati nga gjithë njerëzit që ka parë bota do ketë derisa të bëhet kiameti, Allahu thot e veçova Musain me fjalën time, i folte drejt për drejt. I dha Teuratin. Deshta shoja të madhin Zot. Pra, i jepte gradat mëdha dhe Musa a.s. i përkëdhelur nga të mirat e Zotit, një ditë vëlla, i thot: "O Allah, të qofsha fal." Nga dashuria e kishte. Më mëso një fjalë e cila kur ta them atë ty të kënaq pafund. Po qëllimin kur ja tha e kishte që i fjalë që se di askush ta kem unë vetëm për ty, edhe vetëm unë të kënaq ti. Po ti jetë më e lartë se çdo fjalë tjetër. Pra, ky ishte qëllimi. I përkëdhelur me të mirat e Zotit. Zoti njerëzit e vetë që i don, i përkëdhel me të mirat e tij, edhe besimtarët dhe besimtarët. Dhe Allahu i thot: "Po Musa, do ta them." Musa mendoi në një gjë kështu. Po thot, o Zoti i Madh, thuaj thot la ilaha illallah. Po la ilaha illallah ishte aja edhe mesi të zhoja e Islamit. Atë thonin gjithë. Atë e dishin gjithë siç e dim ne. Dhe o Zoti i gjithësisë tha: "Të lutem të kërkova një fjalë të madhërishme." Po këtë e din gjithë. Tha: "O Musa, sunduesi i Madh i gjithësisë. O Musa, sikur qejt edhe toka dhe çka ka ndërmjet tyre të vendosen në njërën anë peshores. Dhe fjala la ilahe illallah ku është emri im aty. Se po flasin për emrin, do të thonë të thush Zot, ke thonë çdo gjë. Të mohosh Zot, ke bo gabim të madh. Ke mohuar çdo gjë. Është vepër penale e rëndë në kuptimin hyjnor. Është vepër e pafalshme. Ke thënë Zot? Ke thënë Zot, ke thënë gjithçka. Ke mohuar Zot, ke bo gabim të madh. Ke mohuar çdo gjë. Ke bo gabim të madh. Allahu Akbar. Dhe Musa e kuptoi. Se i tha Zoti, këtë fjalë që e kam më të vishmen, ja kam dhënë mundësinë gjithëve. Pse vetëm ty Musa? T'ja japim të gjithëve. Të gjithë ta kenë shansin, nderin, lavdin, emocionin, bukurinë të thojnë Zot. Dhe fjalë më të bukur se kjo s'kam. Se Zoti i don gjithë njerëzit e vet. Edhe i gjë tjetër valla se duhet ta ndaj. Si thoshte dhe këtë duhet na dëgjojnë gjithë vëllezërit dhe motrat, sepse njerëzit janë natyra ndryshe, po unë duhet të tregoj natyrën time. Unë për shembull mundohem të jem shumë i durush me ato që shajnë Islamin, islamofobët, ateistët ekstrem, laikët ekstremist, shajnë Islamin, 1-2, nga herë e kanë gjetur edhe si mënyrë për të bërë viral. Edhe unë kam plot argumente si shumë xhallar tjerë, si shumë intelektual musliman që japin argumente veta. Ai di pse nuk them asnjëherë asgjë. Se kur mendoj që sa e madhe është dita e gjykimit, sa i shtrenjtë është xheneti, do t'ja lej dhe i der hapati. Se sot mund ta shaj Islamin. Po më qof se filloj e shaj dhe unë atë. E ofendoj dhe unë atë. Ndoshta nga herë mund ta ketë me drejt, e ka bërë vetëm, po jo, le t'ja lëm një derë, sepse ai nuk i din gjërat që ne dim. Ai nuk e ka dimensionin e kuptimit siç e kemi ne. Pra që nuk është vetëm kjo, ai thot vetëm kjo botë është. Se shaj është i soi. Kurse ne themi jo, kjo është një botë e cila paraprin me botën që po vjen. Çdo vepër ne jemi përgjegjës, duhet të veprojmë këtë botë sa më shumë vepra të mira dhe ne themi që dhe i grimës besim do ta vlerësoj Zoti i gjithësisë. Pse mos t'ia lej edhe ateistit? Pse mos t'ia lej edhe atij që është materialist? Pse mos t'ia lejmë edhe atij që është laik? Pse mos t'ia lejmë edhe atij që tashmë nuk po e kupton mundsinë që edhe ai ta ketë një atom besim? Po nëse do të krijojmë me këto njerëz armiqësi, dhe nëse ato na shajnë dhe ne ja kthejmë me të shajtme, atëherë futet urrejtja dhe kam përshtypjen se dera mbyllet plotësisht që ato të kenë mundësi ta njohin Zotin e gjithësisë. Dhe nga historia valla kemi shumë që në fillim mund të kenë qenë armiqtë të Islamit, mund ta kenë shajt Islamin, por në mënyrë graduale kanë lexuar më shumë, janë çdogmatizuar se kjo është dogëm, të flasësh për një gjë që nuk e njeh dhe nuk e thellon të. Dhe do Zoti para se të ndrojnë jetë nga jeta kësaj bote, ato qoftë dhe i grimës besim, paktën nuk i lën gjithmonë në dënimin e zjarrit xhenimit.